Nga mbrëmja finale edicionit të 4 të festivalit folklorik të Kotës që zhvillohet në Bashkinë e Selenicës, u dhanë sërish mesazhe të forta për të qëndruar bashki Selenica, e cila i ka të gjitha potencialet dhe nuk duhet të bashkohet me Vlorën. Drejtuesi i grupit të Selenicës, Ilia Bombaj, njëkohësisht aktivisti i shoqërisë civile, pasi ka performuar me grupin që përfaqëson dhe që drejton tashmë prej vitesh, ka dhënë një mesazh të qartë, duke thënë se Selenica do t'jetë bashki. Ai tha se për shkak të festivalit folklorik janë ndërprer protestat për të kërkuar të drejtën e një komuniteti të tërë dhe ato do të fillojnë sërish me qëllim ndërgjegjësimin e pushtetarëve dhe shtetarëve, ashtu si kundër edhe parlamentarëve për të mos miratuar reformën e re territoriale që bashkon Selenicën me Vlorën. Selenica bashki, ka theksuar ndër të tjera Ilia Bombaj. Mi mbrëma bashkia Selenic, moderatorja Shqiponja Paza Veshaj dhe poetja e mirënjohur tha bukur, na bashkon të gjithë kjo këngë, kjo fest. Por po u them vëllezër dhe motra, le të veshim kostumin. Ky kostum i cili na ka bashkuar sot të jetë dhe për vazhdimin e kësaj bashkie. Kostumin e kulturës, kostumin e historisë, kostumin e traditave, të zakoneve, të ekonomisë që ka kjo bashki. Selenica bashki vëllezër, të gjithë të mblidhemi, në qoftë se ne protestat i lamë se kishim të aktivitet të mrekullueshëm, do t'i vazhdojmë derisa të arrijmë qëllimin ton. Zoti bekoft Shqipërinë. Të gjithë në Selenicë janë kundër bashkimit me Vlorën dhe reagimet do të vijojnë edhe në vazhdim, me qëllim që reforma e re territoriale të mos miratohet dhe Selenica të qëndrojë bashki më vete, pasi ka të gjitha mundësitë e zhvillimit dhe të gjitha potencialet.